shqiptari që mahniti Bayernin, Arion shkëlqen me 2 gola dhe 3 asistime, 19 vjeçari spikate në fitoren 15-0 ndaj Rotak Eger, ndërsa Kosova vazhdon përpjekjet për ta bindur të vesh fanellën Dardane. Talenti shqiptar Arion Ibrahimi ka dhuruar një paraqitje mbreslënse në ndeshjen miqësore Bayern Munich, duke qenë një nga lojtarët më të dalluar në fitoren e thellë 15-0 nga Rota Eger. 19 vjeçari lezoi 2 gola, dhuroi 3 asistime, duke konfirmuar potencialin e tij të madh, duke lënë përshtypje shkëlqyera dhe trajnerit The Vincent Kompany. Paraqitja e tij ka forcuar bindjen se Ibrahimovic është një nga talentet më premtues shqiptar në futbollin evropian dhe se ardhmja e tij mund të jetë në nivelet më të larta të futbollit. Ndërkohë Federata e futbollit e Kosovës vazhdon kontaktet me lojtarin dhe familjen në synimin që ai të ardhmen të zgjedhë përfaqësojë Kosovën në arenën ndërkombëtare.